Supreme International Voice Festival 2025 u kurorëzua me sukses në qytetin e Vlorës, duke sjellë për herë të parë në Shqipëri një format ndërkombëtar të këtij niveli. Ky festival u organizua dhe u drejtua nga profesoresha e nderuar Albana Tushe Çuro, me drejtimin muzikor të Viktora Pushit dhe mbështetjen e shoqatës Orus, në drejtimin e presidentit Elidon Brahimi, drejtoresh ekzekutive Edmonda Gashi Aliko. Skenografia u realizua nga Enea Electronics, moderatore Dea Çobo dhe Vlora Dervishi. Në këtë edicion morën pjesë 80 fëmijë artistë nga Shqipëria, Hungaria, Italia, Rumania, Kanadaja, Turqia, Maqedonia e Veriut dhe Kosova, të cilët shpalosën talentin e tyre në fushën e këngës. Performancat e tyre u vlerësuan nga një juri profesionale përbërë nga emra të njohur të artit, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vendet pjesëmarrëse. Mbrëmja 24 majit kulmoi me ceremoninë e ndarjes së çmimeve, ku shpërndan trofe, mirënjohje dhe certifikata. Çmimet e mëdha u fituan nga Ilda Nuhiu nga Kosova, e cila mori Grand Prix Supreme Voice, dhe nga Briseida Yzeri nga Elbasani, Shqipëri, e cila fitoi Grand Prix Child. Ky festival shënon një hap të rëndësishëm në promovimin e talenteve të rinj dhe në ngritjen e nivelit të aktiviteteve muzikore në Shqipëri. Le të jetë ky një fillim i mbar për një rrugëtim të suksesshëm, jo vetëm për fëmijët, por edhe për qytetin e Vlorës.